Të dielën e kaluar, ne dëgjuam për momentin kur Jezusi hyri në Jerusalem, i përurur, i butë dhe i hipur mbi një gomar. Populli thëriste, Hosana, Hosana, që do të thotem, Zot, na shpëto. Jezusi ishte ai për të cilin kishin dëshmuar profecitë. Ai që do të shpëtonte ne, dhe udha e tij përfundoi pikërisht te kryqi, aty ku ai shpëtoi botën. Advent, ka të bëjë gjithashtu me pritjen e këtij breti. Jo një bret që vjen me dhune, por breti i paqes, që jep hir, falje dhe jetë. Prandaj, edhe ne sot mund të lutemi me të njëjtat fjale. Hosana, na shpëto.